Përshëndetje për gjithë ju ku do që jeni në këto momente dhe po shoqëroni me frekuencat e RTK Radios dhe jo vetëm duke na dëgjuar, po edhe shoqëruar përmes rrjeteve sociale në Facebook, shfrytëzoni rastin edhe pëlqejeni faqen tonë Radio Kosova duke shpërndarë dhe me miqtë tuaj, po ashtu në Instagram dhe duke mos harruar të abononi subscribe edhe kanalin tonë zyrtar në YouTube Radio Kosova. E po pra, sot një ditë pak më ndryshe, 31 dhjetor. Ora vetë sa ka kaluar 10 e mëngjesit dhe po vjen ndrimi i motmoteve. Sot në mesnatë kalojmë në 2026. Dhe janë ato emocionet që në mëngjes fillimisht se si ta kalojmë, si ta organizojmë natën për me festu sa më mirë edhe sa më bukur, por gjithsesi që ajo çfarë është më e rëndësishmja, se çka po lëm pas. Natyrisht që dashur e pa dashur mendimet tona shfaqet të themi çdo përjetim që po e lëm pas të 2025-s. Dhe natyrisht përgatitjet për darkën e natës festive, darkën e vitit të ri. Dhe ka më bukur se me pas në studio të ftuar një këngëtar që jo vetë se intervistojmë dhe i ndajmë edhe momentet tona të 2025 dhe çfarë na pret në 2026, por edhe me muzikë, me zërin e tij fantastik, kështu që të bëhemi gati mëngjesin me fillu me Neki emrën, Neki përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Laura, është kënaqësia e zakonshme që këtë ditë fundit të këtij viti do ta kalojmë së bashku, normalisht me ty dhe me gjithë dëgjues dhe respektuar të Radio Kosovës, po ashtu dhe ata të cilët na shiqojnë nëpërmjet të rrjeteve sociale. E po pra kënaqësi e veçantë, sidomos një këngëtar që me zërin e tij, jo vetëm me zërin e tij, të themi melankolik që emrat gocat e pëlqejnë shumë, por edhe me tekstet mrekullueshme që na ke sjell çdo herë. Neki pa kalu fillimisht në atë se karrierën tënde vetë se po e dim, por ata që po na dëgjojnë për herë të parë, sidomos diaspora, si ishte 2025 për ty? Sa i përket karrierës, ka qenë viti më i mirë ndoshta në karrierën time. Për disa arsye, mendoj që u bë një kohë shumë e gjatë që po jap kontribut ndoshta në tregun tonë dhe frutet tani se çdo vit pi marr më shumë e më shumë. Kjo është një rezultat i një pune të vazhdueshme shumë vjeçare. Dhe këtë vit arsyeja tjetër ka qenë që ndoshta kam pas një numër shumë të madh të dasmave, ku kam qenë pjesë e shumë familjeve të cilët ma kam besu natën më të bukur të jetës së tyre, që t'ja u organizoj, t'ja u menaxhoj, t'ju këndoj, t'ja u bëj atmosferën dhe t'jem pjesë e familjeve tyre. Unë pse thash këtë fjali, për shkak se unë dasmën e shoh një event apo një aheng ku njerëzit më të afërt të çiftit ndodhen në atë sallë dhe në momentin ku na përzgjedhin neve na bëjmë pjesë të atyre njerëzve që janë më të afërt. Që do të thotë se unë edhe nusën edhe dhondrin gjithmonë i them motër, vlla, i thras ashtu, prindët tyne i them nan, bab, do më thonë në atë ditë për mua ata janë familja ime. Atëherë të bëjmë gëzuar për gjitha çiftet që edhe u bashkuan këtë 2025. Gjithsesi është një falënderim i jashtëzakonshëm nga ana ime për ta, të cilën besojnë, më kanë besuar dhe këtë vit më shumë ti më kanë besuar dhe uroj që edhe në vitet vazhdim të kenë mbështetjen e njëjtë normalisht. Du mi falënderu sinqerisht nga zemra që ma kanë besu ditën më të bukur dhe ju uroj që Zoti ata që janë martu këtë vit, Zoti t'i gëzoj me shumë fëmijë. E fatjetër. Le të fillojnë me një ose eventualisht edhe me bineç, pse jo? Pse jo? Në çdo dasëm i kam uru çifte bineç këtë vit. Bineç. Nga sa ashtu i kam edhe Nga se Nekia i ka edhe vetë si janë bineçët. Mirë janë, jashtëzakonisht mirë, faleminderit për i të madhit Zot. Dhe kështu që ju uroj krejt ata që na kanë besu, na kanë ftu në atë ditë ju këndoj. Si është jeta private juve këngëtarëve, se edhe në rrjetet sociale ju shohim edhe në video të ndryshme në këtë ceremoni dhe nuk e di a vetëm mendojmë apo është ashtu vërtet çdo ditë fest për juve? Për ne në fakt jeta private mund të mos quhet çdo ditë fest. Duket mirë, po për ne u përgjithësi shumë e madhe. Me marr një natë, vetëm një natë, Laur, të një dasme, edhe me u të heq prej fillimi deri në fund, në mënyrë që ata familjarë që janë aty, në fund të natës me të thonë, wow, u kënaqëm, është një stres jashtëzakonshëm. Se nuk mundesh me kthy kohën mbrapa. Një gabim më i vogël
mund me na kushtu neve ekstremisht shumë. Që do të thotë se ja kena prish një familjes tonë, ja kena prish natën. Imagjino kjo përgjithësi çka do të thotë. Tash normal që na këndojmë, na bojmë qef. Mirë, po se na e dojmë këtë, unë personalisht unë e du shumë këtë punë, ekstremisht e du shumë. Edhe nuk e shoh si punë. Megjithatë, përgjithësia kur vim ka muaj maj, qershor, beso derisa nuk nis sezona, derisa nuk nisin dasmat, unë nuk flej që duhet. Dhe thotë ke plot stres. Shumë ngarkesë, shumë stres. A thu çka më shku ky vet, a mos po ndodh diçka. Tash imagjino veç stresi, vetëm stresi me qenë personal. Jo das mundve. Mos po smuna. Fyti mos po lën. Pastaj familjarë mos po i ndodh diçka dhe natyrisht. Ka pas momente kur ke qenë ndoshta në situata jo të këndshme, qoftë familjare apo që ti je dash pastaj me shku atje me këndu edhe me u qesh sikur që s'ka ndodh asgjë. Sikur që i ndodh dhe moderatorëve shumë herë. Normalisht im ka ndodh, domethënë vitin e kaluar unë kam kalu momentin më të vështirë të jetës time. Në muajin korrik babai im ka ndru jetë, me të cilën kam pas një lidhje jashtëzakonshme. Domethënë nuk ka qenë bab, ka qenë shok, ka qenë vëlla, ka qenë bab, ka qenë gjithçka këshilltar, ka Edhe qenë. që kemi njohur për sa afërmit. E dini çfarë personi ka Njohurin edhe qenë. dirigentin Fikri Memra, gjithë e ndajmë të njëjtin mendim dhe natyrisht mungesë të tij. Faleminderit për vlerësimin, edhe imagjino ai ka ndru jetë me 4 korrik, Aha. derisa unë me datën 6 korrik kam pas dasmën. E ke anulua, apo ke vazhdu me Nuk kom mujt më anulu. kjo Nuk guxoj më anulu. Se edhe baba im të kishte qenë gjallë, tash tjenje, ai fjalët e tina unë i kom pas më vesh atë ditë. E kom pas me veti derisa kom shku në dasmë. Imagjinoj unë prej jam qu në gjendje emocionale, kam qenë totalisht i shkapërderdhur, domethënë i thym, nuk e di çfarë gjendje kom qenë, edhe prej të pamës unë e kom bërë makinë dhe kom shku, kem prit njerëz deri në orën 3. Në ora 3 kom dalë në për aty, dera ka qenë deri në 4, dhe imagjino tash më duhet më shku me një familje në Tetov, të cilët kur kom rrinë në Darsëm, vetëm shefi sallës aty e dikje për rastin tim, mirë po ajo familja që kishte Darsëm ishin Zvicrës, edhe kishin ardhur edhe nuk kishin marrë informacionin. Edhe i thash të lutëm shefi sallës, thash mos gabon mi ju tregu që mos ju dasmorëve ndikojnë disponimin. që unë e kam ndrujet prindim. Dhe gjithë dasmën, beso, deri kur e kom kap mikrofonin, kom qenë, nuk di me spjegu me fjallë, ata që kanë u prindin e din djenin. Pe momenti kur e kom marrë mikrofonin, unë jam transformuar në një njeri tjetër, që kom kry punën, u bo super dasmë, kur ka përfundu dasma, ai shefi sallës ka shku i ka tregu zotit dasmës, që kështu i ka ndodhë, edhe kur erdha i tha unë në Zvicër jetoj, tha unë nuk kom pas na pa profesionist më të madh. Tha pse s'na ki tregu. Përgjigjja ime ka qenë ju keni gëzim, unë kom idhnim. Kjo ditë o planifiku 1 vjet e gjysmë përpara pranës juaj. 1 vjet e gjysmë përpara më kishen rezervu për dasmë. Unë sot përkundër idhnimit unë kom vendosur me ju bashkangjit gëzimit juaj. Ju çka më ndodh mu personalisht nuk ju intereson se ju sot e keni këtë ditë edhe kjo nuk thehet mu. Unë nuk i kam luksin emocionet e mia të mreshme t'ja reflektoj një familjes që kam prit 1 vjet e gjysmë martu. Kështu që ne jemi profesionist në këtë punë dhe pas se kom përfundu dasmën prap ka nis dhimbja në shpirtin tim, edhe prej Tetovës deri në Prishtinë kur jam këty rrugës, unë prap kom qenë me printin në makinë, kur pe thon kushtimisht e kom ndje që është aty, edhe gjatë gjithë rrugës e kom ndje, edhe fjalët e tij gjithmonë kanë dalë përpara. Domethënë, unë e kom ndje që më ka thonë, më fal që ndërpreva, bab, shko, ata kanë dasëm, ju ki dhon fjalë, duhesh më ju dalë fjalë, shko krye punën. Edhe nuk du, ai ka pas një princip, kanë qenë njerë principial. Edhe unë e di që në si mënyrë më kishtë thonë, edhe më ka thonë në vesh unë e kom dëgjua, sepse fizikisht ka qenë prezent, unë e sot e kësaj dite ende e ndjej, ende komunikoj me to në mënyrë virtuale, e di që është dikon me mu, në qiell. Ashtu i dim gjithë që i kemi humbur, le të jetë kjo një mesazh për gjithë ata që këtë vit i kanë humbur më të dashurit e tyre, apo edhe viteve të kaluara, sepse janë pikërisht festat ato që çdo herë na bën ta ndjejmë edhe më shumë mungesën e më të afërme. Edhe pse jemi në ditën e përgatitjes, të themi ditë festive ndrimit motmoteve, qëllimisht e lash ta thuash pikërisht këtë, sepse
kjo tregon shumë arsye dhe shumë gjëra i kemi parasysh për 2026-ën. Ta zgjedhim profesionin që e duam, por në anën tjetër është që jo të gjithë kemi momente të mira, por puna duhet bërë ashtu si edhe e ke kontraktu, apo si ne moderatorët, apo gjithë ata që në këto momente janë në periudha të vështira të jetës, në udhkryqe le të jetë ky rrëfim si një udhërrëfyes, që çdo gjë kalohet kur mendohet edhe ndryshe dhe ka disa profesione që vërtet në momentet mas vështira ti duhesh me qenë aty prezent edhe me bashkë festu. Është edhe kënga Bashkë festojmë. Kur është shkru kjo këngë? Kur e ke publiku? Këtë këngë e kam publiku vitin e kalum, të urej për mesazhin që e dha, një mesazh shumë i bukur, të komplimentoj. Aty ishte edhe qëllimi që ne kemi një punë mjaft të vështirë, dhe të pa marrë parasysh emocionalisht çfarë gjendje jemi, ne duhet njerëzit t'i argëtojmë. Kjo është puna të cilën ne e bojmë dhe t'ja u plotësojmë ditën më të mirë. Dhe dyta mesazhi, edhe ta japën një mesazh, pastaj do ta tregoj edhe bashkë festojmë që në këtë ditë lumtur, në këtë ditë ku bëhet ndrimi moteve, mundohuni që të kaloni sa më shumë kohë me ata që i keni me të vërtet për zemër. Prindrit, vllazën, motra, njerëz të afërm, këndo që e doni shumë, o shumë me rëndësi sot në këtë kohë të kalojmë kohë pak më shumë me zveti. Me të vërtet puna po na bën, unë e kom vrej që puna mjaft ka kriju distancë. Dhe çdo herë po e lëm për nesër, pikërisht. E tash këtë vit që po na mungojnë disa, pe vrejmë që ndoshta e kemi vit pakës me kalu kohë ndoshta më shumë, kështu që kjo natë, secilin ta don datën 31 ekskluzivisht për familjen e ngushtë, ne gëzojuni dhe shijojini ato momente me ta. Shumë e vërtet dhe kishim edhe vdekje të papritura edhe të këngëtarëve të njohur, sikur që ishte vdekja edhe të Shemsi Krasniqit, i lirëve, pastaj vdekja e Shpat Kasapit, papritur që ajo fjala sot jemi, nesër nuk jemi, që e kishte populli gjyshrit tanë, është shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Që duhet ta festojmë këtë ditë. Ne kemi pësu si komunitet artistik një dhimbje të madhe, me humbjen e 2 artistëve, të cilët kanë qenë jashtëzakonshëm në profesionin e tyre. Sidomos mosha e Shpatit ka qenë shumë ekstremisht shumë e re. Vetëm 40 vjeç. Dhe kemi qenë shumë, ta them kështu, gjithmonë ka qenë i buzëqeshun. Me Ilirët kam bashkëpunu 2 vite, kam qenë tastierist, për shumë vite me grupin Ilirët edhe me Shemi kemi bashkëpunu. Po ka qenë një vit pikërisht ato që e diskutuam, do të thonë, ne duhet festojmë bashkë. Këto ditë të mira t'i gëzojmë dhe me familjarë. Ja, ka më bukur se edhe ta dëgjojmë këngë bashkë festojmë, të kujtohet pak refreni, sepse edhe do e dëgjojmë, po patjetër. Ne kemi moderator të shfrytëzojmë në studio pak. Vitin e kaluar kam kriju këngën bashkë të festojmë, enkas për këtë qëllim që të japim një mesazh, të festojmë bashkë, njërin tjetrin ta urojmë, sa më shumë që mundemi. Atëra po na urojmë. Hajde bashkë të festojmë, njëri tjetrin ta urojmë, për shëndet e lumturi, gëzuar qoftë ky vit i ri. Gëzuar qoftë gjithë dëgjuesve kudo që jeni dhe atyre që po na shiqojnë, ne do të dëgjojmë këngën Bashkë festojmë nga Neki Emra dhe kthehemi sërish në studio. Pra, Bashkë festojmë ishte kjo këngë me shumë ritëm, uroj dhe shpresoj që sadopak ndikon edhe tek disponimi juaj. E di që shumica janë edhe në komunikacion, respektoni rregullat, bëuni pak më tolerancë gjithsesi dhe uroj që ta arrijmë edhe këtë mesnatën për me gëzuar së bashku. Neki, a jeni bo gati për sonte? Ku je për natën e vitit të ri? Po, me datën 31 unë këtë vit nuk do të punoj. Për ato që folëm deri tani, këtë vit kam vendosur me dëshirën më të madhe, kam vendosur nga se shumë vite unë me 31 nuk kam qenë në shtëpi. Prej pas luftës nuk e di 2 herë e kom prit me 31, 2 ose 3 herë për 25 vite. Tash 26 po buan mo se do më thonë s'po di mas mi numru. Gjithsesi, janë shumë vite që vetëm 2 herë ose 3 herë nuk jam shumë i sigurt që kam qenë në shtëpi. Në pandemi e di që kam qenë në shtëpi me 31. E këtë herë me 31 nuk kom marrë kërkun. Viteve të kalume zakonisht kam qenë në Maqedoni nga sa atje dalin, po so kryesisht nuk kom marrë, po thuj se me 31-in. Derisa me datën, ne do t'jem në Prishtinë, mund t'a them Benin ku do t'jem? Po e thëm, besoj që e lojë, sa tash biletat me siguri dhe vetë se janë shqit. Kështu që
Jam në hotel Sheraton, në lagjen Marijuana, Në Prishtinë do të kemi. Four Points by Sheraton, nga hotelet më të mira që kemi A kanë qenë për biletat shtrajt? Biletat kanë qenë me çmime jashtëzakonisht të mira. Mhm. Po them lirë, nuk po them shtrajt, kanë qenë çmime me të vërtet shumë të Sa ka mira. qenë çmimi të fysa ka bet ndonjë për mua. Tash nuk po bëj publike çmimin, po ne ta kontaktoj Sheratonin, kështu që ta shohim sot sa ta mbyllim emisionin do ta tras, po ka qenë me të vërtet një ofertë ekstremisht e mirë. Edhe atje do të jesh natën e dytë, po i vje me 1 janar. Me 1 janar. Me 30 janar ku do e pret? Në Prizren. Në Prizren. Në Prizrenin të bukur. Po. Atje me familjen e kush, por ndryshe ne ju me familjen jeton në Prishtinë. Po, unë jetoj në Prishtinë, tash 25 vite jetoj këtu. Mirë, po Prizrenin asnjë nuk e kam lënë, nuk na ka dalë për zemrës Prizreni asnjëherë. Atje i ke dedikuar edhe këngë qyteti im. Është e vërtetë, e kam dediku këngë dhe shumë shpejt kam pas vitin 2007 kam fitu Zambokun e Prizrenit, vendin e parë me këngën qytetit im që i kam dediku Prizrenit. Mirë, po në vitin 2026 po vjen një këngë e re për Prizrenin. Sa bukur, janë ku janë një resi. Kjo është lajm ekskluziv që nuk e dim po të se askush. Kënga është në përfundim e sipër, kam vetëm pjesa vokalit me u finalizu, gjë është e përfundume. Si do titullohet kënga? Ta kemi edhe këtë risi. Surprizë, është kënga për Prizrenin, ende se kom përcaktu. Se ke përcaktu. Titullin, po kënga është e përfundume, teksti është komplet i përfunduar, orkestrimi është i përfunduar vetëm për shkak të ngarkesave të dhjetorit nuk arrita me këndu, me këndu në mënyrën më të mirën në studio. Kështu që pas kalon fillimin e 2026-s ta fillosh me projektin të ri. Po, projekti i ri është për Prizrenin. Që kam bërë për qytetin tim, prapë po kthej në Kënga qyteti im, kush e ka shkruajtur tekstin? Kënga qyteti im kam qenë kantautor. Kësaj këngë, domethënë edhe tekstin, edhe muzikën, edhe orkestrimin, edhe kam. Gjithaj ke për vet. Po, në 2007. Na e kujto pak një refren. Në këtë qytet ku njerëzit ndihen të artë, në këtë qytet ku dashuria lulzon në çdo këmbë, pran lumit Bistrica, pran Shadrvani, të gjithë kanë dashurinë, pran lidhjes Prizrenit dhe pran Marashit, të gjithë jetojnë lumturi. E urojmë që të gjithë ta jetojnë në lumturinë, sidomos dashuria është gjëja më e bukur që mundet me qenë, sidomos Prizrenasit kanë pas ku me e shiu dashurin pikrisht tek Shadrvani dhe tek Marashi. Besoj që shumë veta edhe e gjejnë vetën tek tekstet e gjithsecilës këngë, sidomos tek Prizreni këngët e nuk tua. thirret qyteti i dashurisë, është e vërtetë që është e dashurisë, ka edhe shumë bukur e tha se këto nuk kemi diskutuar asnjëherë, mirë po edhe ti vjen nga Prizreni dhe e ndjen qytetin njëjtë sikurse edhe unë. Dashuritë e para atje ishin. Prizreni e ka Marashin ekstremisht të bukur ku dashurit krijohen, e ka Shadrvanin, Dhe janë momente si në Korana pikrisht prej vetë natyrës edhe prej vetë pikërisht. të themi edhe komplet ndërtimit të qytetit, arkitekturës, që ka trashëgimi shumë të madhe. Domethënë ajo e bën qytetin me vetvetiu, me të linj një dashni. Bile ata që nuk e takojnë ndoshta një dashuri partner të çift, ata dashurohen me qytetin. Shumë e vërtet. Është interesante. Gjithsesi dashuria është aty. Është edhe uji, nuk e ka thënë kot që me pi ujin në Shadrvan, mbetësh atje me 2 kemi pi, por nuk mbetëm në Prizren. Ajo vlen për ata që vinë prej jashtë, jo për ne që kemi qenë aty. Ne duhemi me shku dika. Por ndryshe e ke këndu shumë bukur edhe këngën O Prizreni, të kemi dëgju live që e ke këndu në disa vende. Kështu që do t'i lëshojmë të dyja, do t'i ndëgjojmë edhe qyteti im, edhe O Prizreni im. Të kujtohet pak kjo e Prizrenit? Po pak më kujtohet, ajo nuk është kënga ime, ajo është një këngë e vjetër që kanë këndu shumë këngëtar. Po, të themi mjaft ka ritëm aty, kështu që ka shumë ritëm, dhe e këndojmë zakonisht edhe në përdasma. Na e ka do pak. O Prizreni jone, ty t'kam dasht unë o përgjit mone, në ty u linda dhe u gëzova, shumë kujtime i dashurova. Faleminderit shumë ne ke, edhe do i ndëgjojmë tashmë 2 këngët, kantautor që ke qenë qyteti im, dhe O Prizreni im, kështu që
Kënaquni kudo që jeni në këto momente, ju që po përgatiteni, keni dalë për të blerë, ju që po punoni, ju që po thoni udhtim të mbarë për destinacioni ku jeni nisur, pas këngëve sërish në studio me të ftuarin për sot me Neki Emrën. E u rikthyem në studio sërish për të vazhduar me të ftuarin me Neki Emrën, edhe natyrisht po flasim edhe për karrierën e tij, edhe për përditshmërinë e tij, po edhe ku ka me qenë sonte e kemi në Prizren tek familjarët e tij, por çka përgatitni kryesisht familjes se i kemi në disa ushqime kështu që nuk ja huqim, është ajo sallata ruse që po m'duket është bërë tradicionale edhe te shqiptarët. A ka në familjen e juaj sallatë ruse? Se ditën, apo gjithçka. Ne kemi mbledhëm herë pas here në shtëpi. Cili është ushqimi preferuar që mishi. ke dëshirë me pas? Mish. Për mua kur ka mish, në rregull jena, po ju mish blum kam qef mish biftek. Mishin e kuq e du. Unë gjithmonë po faleminderit, unë gjithmonë them një mikpritje me ma bo mu është kur ma bon një biftek të mirë, mikpritje ma të mirë s'ka tjerat, gjitha në të çka do që është. E din që duhet. Të kujtohet para luftës, ka qenë ajo edhe pula e skuqur në tavolinë zakonisht për natën e vitit të ri. Tash pula po hajmë sot. Pula hajmë, ne po na gjithë në shtëpi kemi pas dëshirë biftekun, do shto për fëminisëm kamet ajo, se edhe Bobi ka qenë adhurusi i mishit kuq, biftekut kryesisht, dhe na e mjerit gjithmonë si fëmijë me biftek edhe halo, unë nuk e di shumë. Edhe pse pak shtrejt, po. Po këtyre ta shtrejt, adin, tash është fjala shtrejt është një term të cilin unë nuk e gjykoj me pare. Për shembull, shtrejt është me ble një në trup me qitë një Kur bëhet fjalë për ushqimin, e kisha fjalën për kostën e jetesës, sepse Kosova fatkeqësisht ende po kalon vështirësi ekonomike. Dhe po flasim edhe për familjarët të cilët po thonë se mund me reduktu një pjesë tjetër të ushqimit që o brum, për shembull, për shijet e mia, që duhesh me ble aty kripën, duhesh me ble millin, duhesh me ble yndyrën e shumë çka tjetër. Kështu që njënën e heq, hani biftek. Po, njënën e heq, që i pasim bo 4, njënën e heq, qatë e sopi ashton edhe pak mishit, mirë po, ka mundësi mos e marrë biftek, me marrë do një ramstek, ka mundësi me marrë prapë. E andimontin kuzhinë, kur jenë adet që kime pushu, andimon ka kuzhinë, ashtu për përgatit për festa? Prej pandemisë e këndej, unë jëmë bo një djali mirë. Që do me thonë djali mirë? Me ndimun shtëpi. Dhe ju në kuzhinë, ju për qef. Jo, se deri në vitin 2020, unë kam qenë alergjik në kuzhinë, dhe nuk kam bo kurgjon shpikur. Si e shërove këtë alergji? Po isha pjesëmarrës në një emision, në një televizion, që ishte me përgatitje dhe mftun, 11 javë me qenë pjesëmarrës, një farforme si garustë. Tash dhja mu i mja thonë emisionet e emrin apo jo. Tek gjeri nëse nuk ka bëj? Jo, pasion dhe profesion isha. Pasion dhe profesion. Dhe aty na ofrun, ishim 2 këngëtarë dhe një artiste, aktore, dhe të garoj me zveti, ishte një ofert me kontrate, kështu, në pandemis kishim shka me bu, oferta ke pranushme, interesante, dhe unë thash unë nuk di me përgatite, dhe ata tam bashkë se s'di me përparse. Po, 11 javë në emision kom qenë me përparse, edhe unë thash unë nuk di me përgatit, ata tam bashkë që s'din me përgatit, neve po na du, se këndona na i herë, bona hajgare, pak qyshpe bon ushimin e keq, gjithsesi, ishte filluar më ndej me marrë seriozisht, filluar më i dhumë ata. U vlerësove në fund me këtë 11 javë para që zakonisht mirë, dhe mu duk që ma bonën me hile. Nga se biftekin në emisionin e fundit, ishim të barabart në garë, dhe ishte emisionin e fundit kush i merr pikët mas shumë ti, a i merr ke për 11 javë fitoj këse kena qenë me pikët barabarta. Edhe unë e për mjë e përgatita një biftek ekstremisht të mirë, po jo që e zbulova vetë, po e zbulova prej këti ekspertit të Ramzej. Se jemi edhe tu bu gati për natën e vitit 3 sonte, e merë biftekin, e pastron. Jo, bifteku pëthuj se i pastër. Bifteku është që nuk ka pëthuj se fare vjen. Edhe pe testojmë apo denë, edhe bifteku vjen i pastër. Mirë, po kur e marrë, tash kur e bëj biftekun para prakisht e marinoj. Do më dhe i qës pak vaj tullinit, mrena mëlmesat jashtoj, edhe e lo me najt në frigorifer. Dhe trina e një 2 orë, 3 orë, tash aj mishi
e merr edhe erënat i merr, edhe i merr edhe vajin, edhe gjitha dhe zbutët, edhe pse o bifteku shumë i butë. Çka qet prej erzave zakonisht? Po tash këto standarde çka i qesin, për shembull, jo, veket i kom erza speciale që pi blej tash për biftek. Për biftek që janë 5-6 lloje të erzave, bukur shumë. i erza si me barbecue, për shembull, i shtoj narp, i shtoj mrena dhe soja sos. Kur i qes erzat, kur i qes vajin, ja qes edhe ajo në të merr erën, qes pak soja sos, për qes diçka, domethënë krejt ka pak. Mandej kur vjen puna mi bu ato, para se mi qit ato, pakës i boj do këpurdha do sene, i pastroj edhe i qes veç shpejt i gri, do karota, për shembull, ato i boj me vajtullin, edhe mandej e qes me gjithë erza, me gjithë biftekun, ja qes edhe ato i pjek komplet krejt bashk, edhe bëhet ekstremisht, mandej normal. Si disa praktikojnë në furr, disa në furr zakonisht për shembull në emision kur qet, jo, në furr masi se ta pjek. Për shembull, nëse bën pa melmesa. Nëse bën pa melmesa. E mundesh me bë biftekun, se tash si ekspert po flas, e pjek biftekun dhe e lën furrën pak. Për me tu bë pjesa sipër, që i thojnë crispy, ose tash s'po di fjala shqipe. Kërc, se s'ka fjala shqipe. Atëre e merr, e qet shpejt edhe fut, si me thonë, disa minuta në furr. Mirë po, masi e pjek në tigan. Duhet pak me skuq fillimisht. Që skuq e bon, po thuq se bëhet edhe nxerr veç disa minuta e lën, dhe ajo vetëm pjesën sipër. Popullosh e përzhit pakën në fërtere. E përzhit fërtere, mi thonë gjuhën e popullit, edhe ma e shtim furr, gjuhën e popullit, ama nuk e lën gjatë. Veç e lën si me thonë 5 minuta, 10 minuta, e mat. I ringatit i aty, edhe e she, ajo fillon për mi mu bo kërc, edhe e nxjerr. E mandej mundesh pja qit anash nëse e bon me perime diçka. Perime, nëse i ki fërgu perimet veç pak to. Mirë po unë në shtëpi po bëj pak më ndryshe. Ja duhet të mi përgatit pak para se mu ule darkë në vitit ri që mos me ndaj gjatë mishi apo bën edhe ma herët. Ja, ma herët zbon mishin. Po se mishit bëhet maksimum për 10 minuta. Po. Maksimum 10 minuta. Zonja dhe zotëri që jeni në kuzhinë sot, ja ku e keni specialitetin për vetëm për mish ju dita mi dhe ato tjera dhe të mirën gratë. Biftek i skuqur. Për ndryshe më fute me një temë që së profesion jam. Që s'është profesion, po na duhet sonte se edhe ju festoni, edhe ja sa bukur e treguve që edhe në kuzhinë jemi mjaft aktiv. I kemi ndarë edhe disa këngë që do të flasim. Për shembull, është kënga që mbahesh shumë mend, ka shumë këngë që mbahesh mend, e do të mbahesh mend, për kënga Të vdes apo të pres. Këngë me një tekst që jemi në ditë festive, por edhe dashuria, edhe humbjet e dashurisë, edhe ato janë pjesë të pandashme të jetës sonë. Të vdes apo të pres ka qenë kënga ime parë me spot mediatike. Paraqitjet e para mediatike që i kom pas, domethënë kanë qenë me videoklip po flas, edhe para se e kom pas një album me këngë vjetra shqiptare, që kom pas edhe ato të regjistruar në televizion, gjithsesi, mirë po spoti i parë në karrierën time ka qenë Të vdes apo të pres. Kush e ka shkruajtur tekstin? Albatros Rejaj. Albatros Rejaj, e përshëndesim Albatrosin. Edhe Albatrosin e kemi nga Prizreni, muzikën e kam pas buhet. Prizreni krejt dashni? Krejt dashni, gjithsesi, edhe ajo ka qenë një histori shumë interesante, dhe për atë arsye, ajo këngë atëre më kujtohet edhe në për top lista kam qenë i pari me javë tana. Më e klikumja mu dhe me thanë që ka qenë shumë interesante kur Të vdes apo të pres. Bile ala kur i takoj disa njerëz që nuk i shoh moti, më thojnë ku je Të vdes apo të pres. Për shembull i kom disa që ma ngjesin si nov. Domethënë e kanë mbajt mend atë këngë dhe të tjerat më. Ajo ka qenë një pasaportë imja. Në qëse si ka qenë diçka ndryshe për kohë kur ka dalë, nga se baladat e na kanë qenë në një formë. Cili ishte viti kur edhe u publiku, nëse të kujtohet? Ka gjatë që ka qenë 2012, nëse s'gaboj. 2012 ose 2013, nështë, që është plus minus ka qenë, se shumë herët e di që i pata nxjerr albumin me kanë qenë aty Toman Kuqe, Dashuruas të bukur, që i pata marri, pata ripërpunu në verzione të ndryshme, po komplet live ka pas qenë, 2010 nëse s'gaboj ka qenë albumi i parë, para saj... Po e paramendoj vetën që jemi në kuzhinë dhe po përgatitim atë biftekun me recetën e në hiut dhe po e njim erën e biftekut, po pak po e këndojmë këtë refrenin e Të vdes apo të pres.
Një shen ma jep ti, a të vdes apo të pres, të lutem veç një fjalë, veç atë e dua nga ti, o ti më trego, një shenjë ti më dërgo, vetëm një fjalë unë e dua a të vdes, apo të pres. Bravo, në ke, kështu që do e ndëgjojmë edhe këngë të vdes apo të pres, e ju kujdes mishën që të pregatit, po ju djegët mishë, kështu që dashuria. Gjeneratat e reja do shta se kanë dëgju, normalisht, kjo ka qenë para 14 viteve dhe 15 vite, 14 normalisht kur e vëm mas pari ku ka dalë, ka ma di spoti vëm ma vonë, kështu që ka dikush i ka sot 18 Edhe do shta është në atë periudhë që të vdes apo të pres, se ka dhe shumë gjëra që na mesin pa definume në këtë 2025, shumica ndodhen edhe në atë pozitën ku dojnë me bo ndasin që jo, në 2025 do t'i lë gjërat që i kanë pas dyshim ta, në 2026 do të futemi pastër. Kështu që është ajo pyetja ku mbetemi te dashuria, të vdes apo të pres. Gjeneratat e reja pak ma vështire e përballojnë këtë pyetje. Nga se është e rronë, si tash na i kemi bo do vjetë, për normal e marrim mirë, po kur jenë pubertet ose me një mosh 18-20 vjeçare, dhe po kini tash lartë qoftë ju që përna ndëgjoni, kini ndamje, me të vërtet është e mundimshme për atë moshë. Megjithatë, po du mi dhoni mesazh, mos i merrni as tragjike dashurit, nga se dashurit shkojnë e vinë, o menaci ta shijoni jetën, edhe ato dashuri, nëse i keni pas dhe nuk i keni ma, mbajni si kujtim të bukur, do të vinë dashuri të reja, jeta do të ecë përpara. Dhe është interesante që çdo herë njeriu do thotë dashuron çdo herë shumë e më shumë, sepse është edhe ajo frika që a do të mund të dua ndonjëherë kështu? Njeriu jeton për dashuru. Ti mosh me dashur edhe familjen shumë, mosh me dashur edhe të dashurin ose të dashuran shumë, nesër mas nesër nuk e zavenson edhe të dashur ose të Dikush pret edhe pozitën në punë, të vdes apo të pres. Pikërisht, dikush e don muzikën ekstremisht shumë, dikush e don gjithçka, dikush kemi besimtar që vetëm Zotin e dojnë shumë, dhe kështu që dashuria ekziston gjithkund. Kështu që mos u mërzitni për një person nëse upni të vdes leni, po të pres vazhdoni jetën. Vazhdoni jetën. Këngën shijojeni, jetën shijojeni, edhe dashurinë mbajeni mes një. Edhe recetën besoj që e keni shkruajtur, kështu që shijojeni. Ushqimin patjetër, bileve dashurojeni atë mish që e hani, dashurojeni ekstremisht shumë se Zoti na ka dhënë krejt mirat. Zoti na ka dhënë krejt mirat, na ka dhënë me shiju pikërisht atë shije të mishit që o dashurin veti ajo. Patjetër, kështu që festojmë sot gjithë ata që janë edhe rrugës duke bërë vlerjet, e kemi të themi si shprehi, edhe si shoqni edhe si popull me i lanë gjanat minutën e fundit, kështu që veç po i paramendoj gjithë të shku me vletu e futë dhe vetën aty që ende as nuk i konvo përgatitjet për sonte, duhet me ugut, kështu që po e ndëgjojmë këngën të vdes apo të pres edhe kthehemi sërish në studio. E u rikthyem pas të vdes apo të pres. Me neve ne ke emra, ne ke të falimderit shumë, na edhe recetën për darkën sonte, për ata që... Kërën po bona viral, ta shtojnë këtë katastrofë, që po boj kanë kushin, mishta. Po, folëm edhe për dashmat edhe për jetën private, që sa angazhuar, tash po angazhuar edhe në kushin. A bëni qef ju këngëtar përveç të dashma, a dilni me shoqëri? Kohëve të fundit që s'po kam shumë kohë, për shkak të angazhime familjare. Kena po shumë qef. Po, jo tash falimderit. Besa me gratë po dalin, me të kjo... Po dalin, qyre, na jena të barabartë në disa aspekte. Je pro kësaj që kur del buri me shokë edhe gruaja me shoqe? S'ka në një gjatë keqe për mendimin tim. Është diçka shumë normale, është njeri gruaja, edhe unë jam njeri, ka nevojë mi taku shoqet, me dal, streset. Duke që kthehet gruaja më e disponume kur i takon shoqet, është shumë më mirë, më... Po ai tash problemu mi disponu gratë. Megjithatë, ne ta shohim jetën. Po vetë ti gratë janë në një farforme po do me thonë të komplikume. Jo shumë të mira, faleminderit Zotit që na ka qu gratë, se s'di çka kishin bëu na burrat pa ju. Gjithsesi e keni një farë doze që domethënë dihet. Do dihet që ka momente që na janë shumë të lumtura, na janë vetë tiu, që është natyra e Zoti ju ka kriju. Por që na duhet me ju kuptu. Na duhet me kuptu, na burra duhet me qenë pak s'ma të kuptushëm. Edhe te kalon, edhe janë grati kanë 2 ditë me nervoz, ditën e tretë mandej kur ta she ato 2 ditë u harun. Jo haru se mirë po janë merri
periudha që s'po me fol tash, që na duhet me ditë atë që se kena tru, po me veç me kuptuna, edhe unë e kom kuptu këtë pak a shumë, se jo gjë, që jo kaluse, dhe është normale. Dhe që kam vretë tek mramjet e tua shumë vite më parë, kur nuk u praktikonte nga këngëtarët tjerë, për mos me thonë që nga të parët, që njërën prej këngëve, që është kur vajzat bëhen plaka, ti e ke thënë kur vajzat bëhen zonja. Dhe më ka bërë shumë përshtypje, dhe pastaj e kam praktikuar edhe këngëtarët tjerë. Nga ajo, do të thotë në atë moment vajzat bëhen plaka. Shumë pyetje interesante. Po bëhen zonja. Falenderoj për këtë. Dhe për të parëve, kujtoj shumë mirë në një mbrëmje dhe na pa të bërë përshtypje gjithëve, pastaj fillon dhe kjo ka shumë vite. Është vërtet. Prej fillimeve unë kam kënduar në vetë formë dhe tash ndëgjoj shumica e këndojnë vajzat bëhen zonja. Shiqo, nuk ka vajzë qoftë e rej, qoftë 80 vjetë, nëse është zonjë o zoj. Do me thonë, do këtë zoj. Kretë famat e një zonja. Aso plak, ajo pleqnia është term kohor, i moshës. Qysh duhet leja? Pse duhet me cilësu një person në bastë të moshës? është gabim. Kjo ka qenë shumë e mirësuardhur edhe për gjyshet tona dhe kujtohet shumë mirë që sa bukur po e këndon ky djalë, nuk po na thot plaka se po na duket ashut, por po e zonja. Apo gjyshet, a ki pas sa të mira? Shumë janë të mira. Pse do të më thoni gjyshe plak? Ku nuk është e plak. I përqafojmë nga studio të gjitha gjyshet në botën. Edhe unë tash kohët fundit kom dëgju që mund më pengoj kjo ajo fjalë. Si term edhe unë e ndrova. Të na e këndosh pak të lutem, sidomos edhe se vajzat bëhen zonja, rinia më nuk pak më shumë këtë. Se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen zonja, rinia moj nuk vjen më. Si ishte fillimi këngës? Mora gitarën shokën dhe nisa këngën time, ta pimon nga një gotë me shokë dhe shoqërinë. E po i themi, shumë e bukur, edhe shumë këngë që vërtet shumë bukur që e ke zëvendësuar me atë fjalën zonja. E nisëm me atë që sa del me shok sa bën qef, sepse e ke edhe këngën Qefi me shoqni. Kush e ka shkruar tekstin e këngës Qefi me shoqni? Tekstin e këngës Qefi me shoqni e ka pas shkruar një nga tekstuesit shumë të mirë të Shkodrës, Ramazan Çeka, një mik i respektuar i cili jashtëzakonisht bukur i shkruan këto tekstet e këngëve, sidomos këngëve popullore shqipe, dhe kam qenë jashtëzakonisht i kënaqur, këngën e kam kompozuar vetë, dhe ja kam dediku krejt shoqnive. Krejt shoqnive, apo na këndon në këto momente për gjithë shoqninë që po na dëgjojnë. A shoqni, ma të mirë to në këtë botë, ju më jepni lumturi, unë për ju e qoj këtë gotë. Hajde gëzuar, e po e dëgjojmë këngën Qefin me shoqni, le të shkojmë për gjithë shoqnin tonë, për gjithë shoqnin e RTK-s, RTK Radios në veçanti, kudo që janë në këto momente dhe po përgatiten për ndrimin e moteve sonte. U rikthyem me këngën që edhe sa po e dëgjuam, Qefi me shoqni, uroj që kudo që jeni me shoqni, po kaloni bukur, po bëheni gati për sonte, ne ke emra në pjesën e fundit me neve edhe me këngën e fundit për me përmbyll bashk, ne ke çfarë kishe dashur për dëgjuesit, shiquesit, të themi jo vetëm mesazh, por ndoshta diçka që dhe me vete nuk do marrësh në 2026 se nuk ja vlen. Ka diçka që ke ardhur në përfundim të 2025-s me ndonjë ide që nuk ja vlen ta marr me vete në 2026-ën. Tash janë dy pyetje mesin se sa i poshtë, një mesazh dhe një çka kisha lënë në 2025-ën. Po filloj me të parën, çka kisha lënë në 2025-ën. Tash kom marrë me një moment që kom një problem dhe dini ju, unë gjithmonë jam në intervista jashtëzakonisht i sinqert. Dhe gjërat momentale që e kom unë i ndaj me dëgjues dhe me shikues. Kom një problem që nuk po mundem me menaxhu vetën, po bëhem nervoz në gjëra shumë të vogla në disa gjëra, të cilat ndoshta nuk janë relevante, nuk e kanë rëndësinë as të madhe që unë me kalu në nervoz të jetës së përditshme, domethënë, që po na rrethon dhe nuk po di mi neglizhu. Kom këtë problem për momentin. 2026 kisha pas qef me gjetë një metodë, disa gjëra ditore të cilat më shkaktojnë tension,
me ditë me qenë kështu neglizhent, hiç mos më marr me ato punë. Domethënë, mu bo një farë tipi ignorant po kom qef, Nuk për ja vlen. disa gjona të cilat jon pa lidhje mu bo nervoz, po që po ndikojnë jetën tonë, po që me thonë diçka, mos u bo nervoz me këtë sen, se s'on dorën tonde. Po bona me do nervoz me disa gjona të cilat nuk janë dorën time, që s'muj me rregullu, e po du me gjetë një formulë, inshallah në 2026 në gjej. Këto e kisha lënë personalisht në 2025-ën dhe kisha lyp me gjetë një formulë 2026-ën, dhe nëse arri ato, kisha me qenë emocionalisht garant shumë ma i qetë dhe ma Atë korrekt. nga ky moment po përshëndetemi me gjëra të vogla që na shqetësojnë e që nuk ja vlen të shqetësohemi, po përshëndetemi, po i themi këtu ditën e mirë, gjërave Edhe që natën e mirë, Mile, se natën zakonisht po m'sillën kokë. Edhe natën e mirë, Uroj- gjitha gjërave që na kanë shqetësuar deri në Dhe 2025. dyta mesazhi që ndërlidhet pak a shumë me këto, është që gjithë që po na dëgjojnë, e po na shiqojnë. Gjithë shqiptarët kudo që janë, këtu i përfshi diasporën, këtu shqiptarët jashtë kufive të Kosovës, Preshev, shqiptarët nga Maqedonia, shqiptarët nga Shqipëria, shqiptarët nga Ulqini, shqiptarët kudo që jetojnë. Shumë i kisha lutë që sa ma pak më fy, më ofendu me zveti, më shajt me zveti. Shiqoni, na jemi një popull që jemi në numër të vogël. Ka bota, ka popull me numër ekstrem madh dhe që jetojnë në një harmoni, në një qetësi. Fillimisht në paqe me veten e tyre. Në paqe me veten e tyre, po edhe me komunitetin ku jetojnë. Shiqo, një vjet, 2 vjet e fundit, ekstremisht ka shamje me zveti. Ekstremisht ka fymë Ky me është ai zveti. frustrimi i gjithë secili, sepse ata që fyen janë më të frustruar nga brenda dhe më të shqetësuar nga brenda. Dhe kjo është ajo që nuk punojmë me veten tonë. Ama Dhe kjo uroj po që jetë mundon mu mesazh që të punojmë me jashtëzakonisht veten shumë. Shiqoni, nuk e kemi na luksin njëri tjetrin me randuat shumë. Ne si popull kemi pas fjalën respekt, e kena pas virtyt kombëtar. Imagjinoni, te ne në për oda kur janë ul, kur ka fol plaki, ai vogli nuk ka guxu me fol një fjalë. E ka qenë respekt. Ka qenë respekt. Biles më kujtohet Sot edhe ma i vogli qohet e shan dikon që ka merita ekstremisht të mëdha, e fyn me familje, nuk e fyn veç ato, po e fyn me fëmijë, e fyn masni o populli jonë i dashur. Na e na populli vogël, na duhet me dash njëri tjetrin më shumë. Ju lutem 2026, veç që reflektoni. Nëse ti nuk don me të fyt dikush ty, mos e fyt ti dikon. ose jepe mesazhin qartë dhe qartë. Mesazh është shumë e kuptueshme, një mendim konstruktiv është shumë i pranueshëm. Fymje jo, ofendime jo, randime jo, shamje jo. Ju lutem, nëse keni ide pak më të mira se sa dikush që mund me pas, mundi me dhonë një ide. Aman, mos e shani njëri tjetrin se jemi shumë pak kemi si popull. Veç Kosovë jena 1,5 milion, 1,5 milion jena një lagje Shumë është. pak. Një lagje një qytetit madh Në nivel zhvillum. Kështu që Do me më këtë këtë Kosova. Mi marë qytetet tona, ka 100.000 banor, 200.000 banor, Jemi 200.000 pak. banor, janë atë po komedi. shpëndajmë shumë dashuri në Sa ma 2026. shumë dashni, Të lëm besoni, ofendime. personi nëse zgjoni në mëngjes, edhe dhuroni dashni. Në fund të ditës keni me marë shumë dashni. Shumë e vërtet. Nëse dhuroni pozitivitet, keni me marë pozitivitet. Nëse i krijoni këto dy komponente, vetë u Zoti kam ju rrit bereqetin. Edhe, Është një fjalë shqipe bereqet. Na kemi me pas bereqet. Edhe shkenca po e dëshmon këtë që nuk është natë se çka bën, po energjinë që e tërhek. Pikërisht. Energjia pozitive i tërhek gjërat pozitive, kështu që negative ti lëm në 2025-ën, Kjo mesazhi 2026-ën. për vëllezërit dhe motrat tona që Atëherë, jetojnë. rakia, alkooli nuk është i mirë, po nga një teke, nga një gotë raki bën mirë dhe për shëndetin. Është edhe kënga që do ta përmbyllim me këngën Vetëm për ata një gotë raki. që lutem t'i largojmë besimtarët, për ata nuk vlen kjo thënie me pi, mirë po ata të tjerat që e pim nga një gotë, jo ma shumë. E edhe ka një gotë raki. Kush e pin një gotë raki, lezetin jetës jati. Na e këndo për fund një refren dhe do e mbyllim me këtë këngë. Kështu që sonte bëni ngreni dolli, bëni gëzuar me familjen. Kuj do të thë të dua në këto momente? Të dua, unë i them gjithë familjes sime, i them bashortës sime, i them fëmijëve të mi, i them nanës time, motrës time, vllaut, fëmijëve të vllaut, krejt familjen më të largët, agjës, e gjithë tjerë shka i kam, do më thonë familjar, krejt ju du shumë,
ekstremisht ju du shumë. Zemra është e madhe, te unë ka vend për dashni, shumë ka vend, edhe krejtëve ju du, falenderona që ju kom gjithve ende në jetën time dhe uroj që t'ju kam deri në frymën e fundit të gjithë, edhe ata që janë ma të vjetër, ose në përdor atë termin flesh, kështu që gjithve gëzuar, sa ma shumë dashni, du mi u uru të gjithë shqiptarve kudo që janë në përbot, sa ma shumë dashni, gëzuar vitin e ri, edhe qiftet që ju kom vendu në Vërdasma, inshallah vitin e ardhshëm ju shoh me karroca, Me beva. inshallah ju shoh të gjithëve. Me gjëra të reja. Bile, shumicën inshallah ju shoh me K2. Me bilet sikur se ne kja. Dhe këto janë Ne kje dhe ne dëshirat e të mia temi për- ty të duam shumë, qoftë një vit i mbar, i qetë e i suksesshëm, ty, familjes tënde dhe gjithë dëgjuesve dhe shoqëruesve tanë. Faleminderit që Njëjta jeni. urime i uroj për ty Laura dhe për gjithë familjen tënde dhe Radio Televizioni i Kosovës normalisht është. Po e ja, jo. drejmë një dollim. Kush e pi një got raki, lezetin jetës ja di, ngryet sofrës vej shoqnin, ka e thon paret shkojnë e vinë. Gëzuar.